edhe sa të humbin jetën në mënyrë tragjike. Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në fshatin Grykshi i Madh pas humbjes së 4 anëtarëve të një familjeje shqiptare në Itali si pasojë e rrjedhjes së gazit nga kaldaja në banesën e tyre. Familja kishte emigruar prej disa vitesh në përpjekje për të ndërtuar një jetë më të mirë. Nuk gjejmë dot fjalë që të shprehemi. Ka qenë një familje e mrekullueshme, një familje shkëlqyer. U prefshin paqe edhe çfarë të havën më të kur u sidroj dot më. Unë kam qytet, e kam shtëpi të shoh vojta kapa kyçi, edhe hapa ka që o zoti i madh, që nuk kemi çfarë të bëjmë. Kjo ka qenë familja më e rregullt, familja më e mirë e fshatit. Për këtë tragjedi që na ka rënë, jo vetëm fshati, por gjithë zona, gjithë Shqipëria është zi për këtë pjesë. Na ka shumë keq për atë familje. Shumë keq, edhe për atë nanë, se si ka rritë të shketa. Vetëm i rriti. I shoqja ka lanë shumë shpejt, ka ikur. Kjo humbje ka shkaktuar dhimbje dhe tronditje të thellë, duke rikthyer vëmendjen te rreziqet e sigurisë në banesa, si dhe vështirësitë dhe pasojat e rënda që shpesh shoqërojnë jetën e emigrantëve.